Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Kandidatët e Partisë Socialiste shënuan fitore të thellë në të pesta bashkit, por zgjedhjet e pjesëshme vendore regjistruan edhe pjesëmarrjen më të ulët. Ilirian Celibashi vlerëson procesin zgjedhor dhe deklaron aplikimi i inteligjencës artificiale ishte sukses, kodi të ndryshoi për të mos vonuar numërimin. Kryeministri Rama prezanton projektin që synon karikimin e shpejtë të makinave elektrike. Stacionet e reja do të shpërndahen edhe përtej Tiranës. Sot e gjithë vëmendja tek spektakli Albania's Got Talent në Vision Plus. Konkurrentët ballafaqohen me anëtarët e jurisë, synojnë të marrin miratimin e tyre. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Socialistët shënuan një fitore të thellë në zgjedhjet e pjesëshme lokale të së dielës. Mes tyre spikati Vlora, aty ku banorët vendosën t'ja japin drejtimin e bashkisë kandidates së majt Brunilda Mersini. Asnjë surprizë edhe në bashkinë e Beratit, e cila është fituar me lehtësi nga socialisti Ervin Ceca. Për herë të parë, Vlora do të drejtohet nga një grua. Brunilda Mersini do të jetë kryebashkiake deri në pranverën e vitit 2027, fal 78% të votave të siguruara nga procesi zgjedhor i së dielës. Mersini fitoi me një diferencë të thellë votash përballë dy kundërshtarëve të tjerë, Dionis Sota, i mbështetur nga opozita, dhe Gjergj Nika, i pavarur. Unë jam një grua që vjen nga rrugët e qytetit, i njoh ritmin e tij, njoh energjinë e tij, jam e përkushtuar ndaj njerëzve të tij dhe kështu do vazhdoj. Nga kampi opozitar, i vetmi reagim erdhi nga kandidati i pavarur Gjergj Nika, për të cilin këto zgjedhje ishte një mesazh që qytetarët i dhanë politikës. Unë aktualisht e kam thënë edhe ditën e djeshme, në kohën kur kam votuar në 11 paradite, që qyteti Vlorës do prodhoj politik, dhe unë po të them që në gjitha zgjedhjet që janë bërë në 5 bashki, që kanë qenë zgjedhje të pjesshme, vetëm Vlora ka prodhuar politik. Kam thënë që qytetarët do ta sabotojnë klasën politike dhe aktualisht ata e kanë sabotuar me një pjesëmarrje të ulët, 12%. Vlora në këtë proces do të mbahet mend si bashkia më e madhe me pjesëmarrjen më të ulët në votime. As Berati nuk surprizoi me rezultatin e zgjedhjeve në favor të socialistëve. Për 16 muajt e ardhshëm do të qeveriset nga Ervin Ceca, i zgjedhur nga votat e 13.050 qytetarëve. Kundërshtari i tij në garë, Pavlo Shkarpa, arriti të grumbullojë 2607 vota, të pamjaftueshme këto për t'i dhënë atij një rezultat që do ta vinte në krye të Bashkisë së Beratit. Zgjedhjet e pjesëshme të 9 nëntorit shënuan nivelin më të ulët me vetëm 19.8% të votuesve. Krahasuar kjo me vitin 2023 me vendoret e këtij viti kur pjesëmarrja ishte 33%. Në Tepelen, qytetarët ja besuan drejtimin e bashkisë ish komandanti të gardës Gramoz Sako. Ai fitoi bindshëm përballë rivalit të tij të mbështetur nga opozita. Fitore e thellë për kandidatët socialistë edhe në Mat dhe Cërik. Tepelena votoi masivisht për Gramoz Sakon duke i dhënë atij besimin për të drejtuar bashkinë. Në të gjitha kutit, kandidati socialist kryesoi garën me përsi të dukshme kundrejt rivalit të mbështetur nga opozita. Në fund të numërimit të votave, Gabriel Guma shtrëngoi duart me Gramoz Sakon, duke i uruar suksese në detyrën e tij të re. Tani na lind ne detyrimi kryesor imi që të shërbejmë qytetarëve punët e nisura për ato që kemi projekte për një njohje pa fund për qytetarët e Belenës, një njohje për Partinë Socialiste që kishte përcaktuar fitoren që në dita e parë që unë kam marrë rrugë deri tani. Në Mat pjesëmarrja në votime ishte më lartë se në bashkitë e tjera. Atje votuesit mbështetën kandidatin e mazhorancës Altin Bojni. Kandidati Altin Bojni, që vinte nga Partia Socialiste, arriti të siguronte 66.5% të votave, kundrejt 28.5% të votave që mori rivali i tij i pavarur, por që mbështete nga opozita Eduard Brahilika, dhe 5% të votave që mori kandidatja tjetër e pavarur Suzana Pasha. Ne me gjithë këtë mbështetje që ne ka dhënë gjithë banorët e Bashkisë së Madhe, është një përgjegjësi e madhe që duhet ta përkthejmë në shumë punë për gjithë komunitetin
E njëjta situatë edhe në Cëriku, socialistit Florenc Doka i është dhënë me vot përgjegjësia për të drejtuar bashkinë. Bashkia e Cëriku do të vijoj punën në logon e Partisë Socialiste. Kandidati Lorenc Doka fitoi bindshëm votbesimin e qytetarëve me 66% të votave, i ndjekur nga Amarildo Hoxha, kandidati i pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike, e në vend të tretë Eligert Hima me 13% të votave. Edhe pse gjatë këtyre zgjedhjeve nuk u shënuan incidente, problematike ishte pjesëmarrja e ulët e votuesve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas fitores që kandidatët e Partisë Socialiste regjistruan në zgjedhjet e pjesshme për bashkitë e Tepelenës, Beratit, Vlorës, Matit dhe Cërikut. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ka uruar kryebashkiakët e rinj, duke u shprehur se këto rezultate përbën një themel të fortë për punën në shërbim të komuniteteve të tyre. Rama falenderojnë qytetarët për besimin e dhënë, pavarësisht dobësisë së opozitës, motit me shi dhe vetë natyrës së zgjedhjeve të pjesshme që nuk e stimulojnë pjesëmarrjen. Humbjen e thellë në zgjedhjet e 9 nëntorit, Sali Berisha i justifikoi duke thënë se procesi ishte një fars. Kreu demokrat foli dhe për situatën në kuvend, ndërsa siguroi se opozita nuk do ta bojkotojë parlamentin. Berisha lajmëroi edhe nisjen e një foltoreje përpara kryeministrisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilsoi zgjedhjet e 9 nëntorit si një farsë elektorale. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, lideri i opozitës Berisha komentoi humbjen e thellë të kandidatëve që u mbështetën nga Partia Demokratike, duke theksuar se në Shqipëri nuk zhvillohen zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare. Sipas tij, edhe pjesëmarrja ulët tregoi se procesi i 9 nëntorit ishte fars. Pikërisht fars, kjo tregon farsën. Nuk ishim ne ishim thirrje për të mbështetur të pavarur. Para gazetarëve, Berisha komentoi edhe thirrjen e tij nga SPAK për vrasjen e 4 protestuesve në 21 janarin e vitit të 2011, duke sqaruar se të premten do të paraqitet në prokurorinë e posaçme. Unë shkoj, edhe e kam thënë dhe ashtu, legji shkoj në çdo thirrje, se kjo është normale, por jam thellësisht i hetuar, të hetohet e plot kjo ngjarje. Por debati kryesor në mbledhjen e deputetëve demokrat që zgjati rreth 4 orë ishte për marrëdhënien e opozitës me parlamentin. Shumica e deputetëve u pozicionuan kundër bojkotit. Bojkoti nuk është, edhe një herë, nuk është opsion. Kur nuk kemi të mbaluar bojkotin. Paralelisht me betejën në parlament, Berisha dhe Partia Demokratike do të nisë foltorën e dytë para kryeministrisë. Vendosim aty platformën për të kërkuar largimin e Edi Ramës dhe Belinda Balluku, të dyshes më famzez në korrupsion historinë e Shqipërisë. Vetë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të mungojë në kuvend pasi mazhoranca në sekretariatin e etikës vendosi ta përjashtoi 10 ditë për shkak të deklaratave të tij ndaj ambasadorit të BE Silvio Gonzato. Pavarësisht pjesëmarrjes shumë të ulët, zgjedhjet në 5 bashkitë e vendit, sipas komisionerit shtetëror, u zhvillua normalisht. Ilirian Celibashi tha se kodi elektoral duhet ndryshuar për të mos vënuar procesin e numërimit të votave. Përdorimi i inteligjencës artificiale në numërimin e fletëve të votimit për KQZ-n ishte një proces që përfundoi me sukses. Një ditë pas zgjedhjeve të pjesshme lokale, kryekomisioneri Ilirian Celibashi u shpreh gatshëm për ta përfshirë në zgjedhjet e ardhshme. Por sa kohë që inteligjenca artificiale po përdoret në shumë aspekte të jetës globale, nuk ka asnjë arsye pse edhe në proceset zgjedhore të mos përdoret në tërësi, pasaj se në cilin moment ose se për cilin aspekt të saj është një çështje e cila mund të diskutohet. Por nëse kjo do të rrisë koston për zgjedhjet, për Celibashin mbetet për tu parë. Do kemi më shumë kosto se sa në variantin e përdorimit të pajisjeve të votimit dhe të numërimit elektronik, po janë dy gjëra krejt të ndryshme. Sa i përket pjesëmarrjes së ulën në zgjedhje, Celibashi la evazive nëse në kodin e ri zgjedhor KQZ do të kërkojë që të vendoset një pjesëmarrje minimum për të quajtur rezultatet legjitime. Unë i përkas grupit të atyre, të themi, personave që angazhohen me procesin zgjedhor, që nuk është domosdoshmëri që të ketë një kufi të pjesëmarrjes për t'i konsideruar zgjedhjet të vlefshme. Po ka një grup tjetër që mendon që në 1% të caktuar zgjedhjet
nuk mund të konsiderohen të vlefshme dhe do duhet të ripërsëriten. Gjithashtu theksoi se nëse nuk ndërmerren masa ligjore në kodin e ri elektoral, rezultatet e numërimit do të vijojnë të vonohen. O do duhet ta kthejmë numërimin në qendrën e votimit, o do duhet të dakordsohemi për përdorimin e teknologjisë të pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik, ose nëse do ngelet kjo mënyrë, do duhet të gjejmë zgjidhje të tjera. Nuk mundet që procesi të fillojë një 2-3 orë me vonesë e të përfundojmë pas disa ditësh. Zgjedhjet lokale të 5 bashkive patën pjesëmarrjen më të ulët ndonjëherë, me vetëm 18.42%. Operatori shpërndarjes së energjisë nisi zbatimin e një projekti që synon karikimin e shpejtë të makinave elektrike. Stacionet e reja do të shpërndahen edhe përtej Tiranës dhe do të funksionojnë me energji të rinovueshme. Kulla karikimi të pajisura me fast charger është projekti më i ri prezantuar nga kompania publike OSHE që synon të rrisë numrin automjeteve elektrike në vend përmes përdorimit të energjisë rinovueshme. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë nismë si një hap të ri drejt inovacionit në sektorin e energjisë, duke afruar Shqipërinë me standardet e Bashkimit Evropian. Ky është një lajm shumë i mirë, i cili vjen në një moment shumë pozitiv për sektorin e energjisë, që ndërkohë është kthyer edhe në një sektor ku inovacioni ka zënë hapësirën e vet. Ky inovacion i fundit i OSHE-s dhe fillimi i krijimit të një rrjeti të furnizimit me energji të automjeteve elektrike të nxjisë blerjen e tyre. Tjetër, Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku tha se projekti synon të diversifikojë zonat ku aktualisht mungojnë pikat e karikimit për automjetet elektrike. Analizat tregojnë se rrjeti aktual i pikave të karikimit në Shqipëri është ende i kufizuar dhe i përqendruar në Tiranë, duke lënë boshllëqe të mëdha në qytete të tjera, korridoret kombëtare, pikat hyrëse, kufitare, por për më shumë në zonat turistike. Për ndërtimin e stacionit të parë të OSHE Charge është përzgjedhur një pikë strategjike në hyrje Tiranës, është pjesë e unazës së re, nga Tegu në drejtim të Farkës dhe është dizenjuar në një mënyrë shumë inovative. Do të ketë 10 kulla karikimi fast charger, në të cilat në të njëjtin moment mund karikohen për pak minuta 20 automjete. Kryeministri Rama gjeti rastin dhe për të thënë se vitin e ardhshëm do të nisë vendosja e 350.000 matësave inteligjent që do të reduktojnë ndjeshëm humbjet në rrjet. Ai gjithashtu ndalte tek pagat e punojësve të OSHE, ku do të ketë rritje të posaçme për elektricistët dhe inxhinierët e kompanisë. Produktet dhe shërbimet në treg kanë vazhduar të shtrenjtohen edhe gjatë muajit tetor. Sipas të dhënave nga Instat, norma inflacionit për muajin e kaluar arriti në 2.3%. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, norma inflacionit është rritur me 0.4%. Sipas të dhënave zyrtare, grupet që patën ndikimin më të lartë në shtrenjtimin e çmimeve ishin qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji me 4.3%. Kjo ka ardhur nga migrimi i të rinjve në kryeqytet, duke rritur kërkesën për apartamente me qira, e ndjekur nga argëtim dhe kulturë me 3.2% dhe pije alkolike dhe duhani me 3.1%. Sot në mbrëmje, vëmendja është tek spektakli i talenteve në ekranin e Vision Plus. Konkurrentët do të përpiqen të bëjnë për vete antarët e jurisë, me shpresën se ndonjëri prej tyre mund të shtypë edhe butonin e art. Spektakli Albania's Got Talent vijon udhëtimin e tij drejt zbulimit të talenteve më të veçantë dhe më të spikatur të vendit. Pas 3 netëve të mbushura me surpriza, performanca mahnice dhe emocione të forta, sonte në orën 21 në ekranin e Vision Plus vjen nata e 4 e audicioneve.
Konkurrent nga e gjithë Shqipëria dhe diaspora do të ngjiten në skenë të vendosur të tregojnë pasionin, mundin dhe talentin e tyre në një garë ku çdo sekond, vlen dhe çdo detaj mund të ndryshojë fatin e tyre në këtë kompeticion. Në vendet e juris do t'jenë sërish emrat e njohur të artit shqiptar: Agron Llakaj, Adelina Ismaili, Elsa Lila dhe Castro Zizo. Me përvojë, profesionalizëm, ata do duhet të përzgjedhin performancat më të spikatura që do të kalojnë në raundet e ardhshme, por me rritjen e nivelit të konkurrencës, zgjedhjet bëhen gjithnjë më të vështira. Konkurrentët janë të vetëdijshëm se mundësit nuk përsëriten dhe se duhen momente të jashtëzakonshme për të lënë gjurmë. Përveç votës pozitive të juris, të gjithë synojnë çmimin më të madh të kësaj nate, Golden Buzzerin, butonin e artë që i çon direkt në finale dhe u garanton pjesëmarrjen mes më të mirëve të Shqipërisë. Mbetet për të parë nëse sonte publiku do të jetë dëshmitari një tjetër momenti që do të shkaktojë emocion dhe surprizë. A do të mundet ndonjëri prej tyre të bëjë Agron Llakajn dhe Castro Zizon të shtyp butonin e artë? A do të ketë një tjetër finalist që do t'i bashkohet Diego Zelkës dhe Nikolas Bushit? Produksioni Albania's Got Talent premton një mbrëmje magjike, plot energji, histori frymëzuese, konkurrent të jashtëzakonshëm dhe emocione që vetëm skena e madhe e Albania's Got Talent ditë i jap. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.